Hej, përshëndetje të gjithëve, unë jam Adisa nga Adisa's Kitchen dhe me qënë se kemi marrë mish keci të freskës, thash pse mos përgatisim ca turli vere me patallxhan, ashtu si që bëj unë, edhe të shëndetshëm, pas kuqe, prandaj shpejt fillojmë nga puna, por gjithsesi, nëse jeni të ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe e të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Unë tani do marr vetëm pjesën e qafës së kecit, sepse ajo e ka shijen dhe lezetin, gjithsesi mund ta gatuani me çdo lloj mishi që dëshironi ju, qoftë edhe pa mish fare. Sot më shoqërojnë edhe vajzat e mia, 3 dhe 5 vjeç, sepse janë pushim nga kopshti. Dhe tani do të zhvendosemi mbi sopë për të bërë bazën e turlisë tonë. Do e shihni duke vazhduar me recetën që turlia ime është disi e veçantë, disa nga ju mund thonë po Adisa kjo nuk është turli. Gjithsesi, unë ju ftoj në komente të jepni dhe ju versionin tuaj të recetës. Kjo është turlia që na ka bërë gjithmonë mami im kur kemi qenë të vegjël dhe unë këtë përgatis gjithmonë sepse pëlqej shumë. Si fillim fare, unë po përdor tenxherën e presionit pasi dua ta përshpejtoj procesin, por që gjithsesi mund të përdorni edhe tenxhere normale. Do të shtojmë pak vaj ulliri në tenxhere. Do të kalojmë në tenxhere qafën e kecit dhe do japim një skuqje të lehtë. Tani do të shtojmë një qep, unë kam marrë qep të kuqe, por mund të përdorni çdo lloj qepe. Do të shtojmë një lug çaj me kryp dhe do e skuqim vetëm 5 minuta. 5 minuta ka u disë me kujdes që mos na digjet qepa. Tani do të shtojmë 3 domate, të cilat unë kam shëruar nga lëkura dhe i kam bërë në copëve, sepse kështu më pëlqen, dua të ndihet shija e domates në turli. Trajtojmë dhe skuqim dhe 5 deri 7 minuta, derisa domatet na shkruhet të shi. Do të shtojmë pak fare piper të zi, të cilin sapo e kam bluajtur dhe kështu ka edhe më shumë shije dhe aromë. Për momentin do shtojmë vetëm 2-3 thelpinj hudhër, sepse do të shtojmë edhe të tjera më pas. Dhe tani e fundit do të shtojmë pak fare. Sepse video nuk e di pse ishte mbyllur, kam shtuar salcë tomate, 3-4 lugë qelle, nga ajo salca që është disi e holl, do e trazojmë dhe do e lëmë kështu në zjarr 2-3 minuta. Dhe tani do të shtojmë ujë, nuk do të shtojmë shumë. Ujë 300-400 ml ujë sa për të pasur që të na zije mishi. Dhe tani do i vendosim kapakun tenxherës presion dhe kjo tenxhere ime e zije mishin për 20-25 minuta. Gjithsesi ju do e shihni në varësi të mishit që keni dhe të tenxherës që do përdorni, mund të dojë mbase pak më shumë, sidomos nëse zjerjen do e bëni në tenxhere normale, do e shihni kur mishi të fillojë të lëshohet nga kocka. Ndërsa mishi zjen, unë kam nxjerrë të ziej në balkon, sepse zakonisht gjërat me presion i ziej aty. Ne do të bëjmë gati perimet. Na duhen 2-3 specat kuq, 3-4 speca jeshil, rreth 5 patlıgjane dhe unë do ju tregoj si do veprojmë. Të gjithë patlıgjanët i kam kaluar në një tasë me ujë dhe do i lëm këtu të paktën 10 minuta. Të kapakun e porcelanit që ta kenë kështu si pesh dhe të qëndrojnë të zhytura në ujë. Ndërsa specat do i grim në copsa disi të mëdha, ja kështu përse gjati. Të gjitha këto bëhen që të ndjehen shijet e secilës perime në turli.
specat i kemi gati, asnjë prej këtyre specave nuk është pikant, megjithëse ndonjëherë mami timi qellonte ndonjë gabaçe pikant dhe ne fëmijët nuk e kishim qef, mund ta bëni edhe me ndonjë spec pikant nëse ju pëlqen. Në një tepsi nga këto standarde të furrës, të cilën do i vendosim letër furre, do të shtojmë si fillim specat. Do të shtojmë në tepsi edhe patlıcanët tona, kujdesemi që t'i kalojmë në një shtresë të vetme, që të kenë mundësi të pishen të gjitha, pra secili patlıcan të ketë vendin e vet, po ashtu edhe për specat. Do i shtojmë vaj ulliri, duhet të kenë pak vaj ulliri që të bëhen mirë. Tani do i hedhim edhe krip, do i përfshijmë mirë me duart, gjithë këtë e bëjmë për të mos bërë atë skuqen e famshme të patlıcanëve, dhe patlıcanët na marrin sa më pak vaj, gjithashtu edhe specat i kalojmë në një shtresë të vetme, do i fusim në furr në 230 gradë me ventilim 20-25 minuta dhe do i kthejmë nga të dyja anët. Shikecet kazier, kemi bërë një bazë që do na jap shumë shije turlis dhe ky ishte gjithë qëllimi i krijimit të këtij lëngu. Ndërkohë edhe perimet i kemi gati, janë pjekur. Perimet i kemi gati, do i bashkojmë perimet në bazën që kemi përgatitur. Do e përzim turlin mirë. 2-3 thelpinj hudhër, unë e përqej shumë hudhrën në turli dhe ndaj po e shtoj prap sepse dua që të ndihet ajo era e freskët e hudhrës. Do e shihni nëse e doni më të lëngshme, mund të shtoni edhe pak ujë, por nuk do të këshilloja shumë. Dhe tani keni dy opsione, ose ta lëm të ziejë kështu siç është në tenxhere me ngadalë edhe 10-15 apo maksimumi 20 minuta, ose ta kalojmë në furr. Opsioni i kalimit në furr mua më pëlqen shumë. Pak desh harrova, nëse pëlqeni mund të shtoni edhe pak rigon, kësaj lloj turlie i shkon shumë. Unë do e kaloj këtu tek kjo tava e balcës sepse bëhet vërtet shumë e shijshme, por ju mund të zgjidhni ta bëni pra në dy opsione që unë ju sugjerova. Do të shtojmë shumë pak vaj ulliri sa për sipërfaqen dhe do i kalojmë në furr në 230 gradë Celsius me ventilim 20-25 minuta apo rreth 10 minuta pasi fillon të lëshoj ato bulzat e para dhe do i shoj me kujdes. Dhe turlia jon sapo ka dalë nga furra, siç u thash, është ndryshe nga turlitë e tjera. Prandaj nëse jeni të rinj në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe, të shtypni butonin e zilës, kështu njoftoheni për çdo recetë të re. Shikoni pak çfarë bukurie e gjitha kjo në një pjatë me perimet të stinës. Edhe një herë po ju them, ju bëft mirë nëse e provoni dhe mos e lini pa e provuar.